Përshëndetje. Do desha sot të ndaj një informacion për të gjitha ato nëna të cilat janë në kërkim të një shtatzanie. Dua ta ndaj në dy pjesë këtë lloj informacioni. Për ato nëna të cilat i kanë bërë të gjitha ekzaminimet dhe nuk kanë asnjë lloj problemi në sferën ginekologjike, por nuk po mbeten shtatzan dhe janë në efektin e stresit, unë do të këshilloja që krahas acidit folik që kemi thënë duhet ta marrë 3 muaj në mënyrë periodike të vazhdueshme, çdo ditë, një tablet në ditë, pra 3 muaj para se të mbetet shtatzan, për të përgatitur endometri apo shtresa e brendshme e mitrës, të marrë dhe aksonolin. Pse aksonoli? Aksonoli në përbërjen e vet, që është një suplement shumë i mirë, përveç faktit që ka një kompleks vitaminash, përfshirë vitaminën B1, B6, B12, katianinën, ka dhe një bim që është shumë me efekte pozitive mjekësore në shumë sisteme të organizmit, që është ashwagandha. Ashwagandha jo vetëm që ndikon në sistemin imunitar, po ndikon në sistemin nervor, duke ulur apo duke minimizuar stresin apo ankthet. Në këtë mënyrë, duke e kombinuar acidin folik, një tablet në ditë dhe aksonolin, një kapsul në ditë, do ndikojnë fuqishëm në uljen e stresit apo të emocioneve negative që ju përfshin pse nuk po mbeten shtatzan dhe do funksionoj shumë mirë që ju të mbeteni shtatzan.